Regjia, të lutem lidhemi me Beni. Beni. Fol dashuri. Beni ma keni vendosur emrin më. Po Beni mos e ju nuk doni emrat tuaj të vërtet, doni që t'ju ndryshohet zëri, na keni bërë këtu sikur. Jo, Neve do ju nxjerrim. Po s'na ndryshove zëri na ndave. Kë nuk është as pak qëllimi ynë. As pak. Po jo me. Jo, shqyqy që keni vendosur të temën një herë. Sa e lexova, thash, më në fund më erdhi momenti mu shfry. Me nxjerr gjithë tufin që kom se u të shmena. Wow, re Beni. Po ç'është ky duf more Beni në mes të verës? Po tani pra në mes verës, se tani nodhin gjitha, tani e stresi po i madh. Çat pas ka nodh më derbardh. Qa më ka nodh nuk e ke idenë, nuk e keni idenë, domethënë, ju nuk e ke, ju jeni dhe tre. U nisa para 2 javësh nisa për plazh për jugë. Thash më në fund, thash stresën punë, thash do iki qetësohem. Vetëm qetësi që nuk pash. Pse? Që po të filloj goca të bëj TikTok e Snap, 1 orë rrugë, mos më fol me gojë të njëjtën muzikë vetëm për të bëj video TikTok. As nuk dëgjoje muzikë. Qa të bëja? Të dëgjoje muzikë? Kam gjut njëtën muzikë më dhe, jo 2 minuta që është muzika, po atë 50 sekundë që në parë që donë të tiste TikTok-u, na kupto, kaq. Pas ke dëgju kështu me spazma, muzikë me spazma. Po 1 orë më të jetin tekst, e kam akoma në kokat tekstin. Që teksti ishte? O, sot ishte Noisy ma të kongën e re që kanë nxjerrë tash ku di unë. Pas ke dashur në danoqe. Nuk kam të shoqe, di Laila. Bravo, ja, kjo. Po ja, ma se s'bën Robi, Po Robi kështu për i TikTok që do me bëhet dashur au burr. Urlo? Po ja, okej, e ka përceve ti këtë të TikTokut, arritën jug, po pastaj? Prit, se këtu fillon gjithë ajo gremina e madhe këtu fillon ke jugu. Arritëm jug. I thash ku do ikin bëjmë plazh. Më tha mu, ti je mashkulli, zgjidhe ti. E zgjodha. S'po që është blerë. Tha mu, jo, këtu s'pëlqen. Po mirë, tash unë zgjidhe ti. Po. Qa jetë tim, tha mu që ma le mundor të zgjedhun. Po ti, Beni, do të dish diçka, ne gocat, kur jemi me pushime me partnerin ton, ne e fikim trurin. Është i vetmi moment që ne mund ta fikim trurin dhe i u dorëzohemi ju tani. Dhe juve bezdiseni se ne ju alëm gjitha gjërat juve në dorë. Më fal pak, po ne kur duhet ta fikim trurin sipas jush? Ju e mbanë. A se fikim ju trurin kur jeni me shokët, me çunat? A nuk e keni ju trurin e fikur gjithkohës? Jo, valla, trurin a punoj gjatë gjithë kohës, po problemi më i madh është te femrat, valla. Më sakt, e di ku është problemi më i madh? Te fotot. Fotot. A mos e gjithë më betë. Keni kështu me bo foto? Po, patjetër kur shkojmë plazh dun foto nëse tash për atë punë po shkojmë fije. Po vemi të keqen, Robi do 1, 2, po jo 50 foto më valla. Ndoshta ti nuk di ti bësh mirë foto të Beni. Po nuk mundet, unë të kem shku për plazh dhe të bëj paparatin, të bëj fotografin, ku di unë. Shkreti. Ore, jo bëj portret, jo qoje këtë fokusin këtu, por ule pak telefonin, ose me thash, hajde më bëj ti mu foto, i thash më lodhe. E di unë mendoj që ti... Ka fol 3 orë. Pse s'të foli 3 orë se si bëre foto? 3 orë, më 3 orë i la vetëm, erdi 3 orë nuk ka fol me gojova. Unë mendoj që ajo ka dashur me të vetën të dhuroj një kurs fotografie falas që ta kesh në jetë, të me thënë. Ore, gjo, dhe këtu është mirë gjo. Prap, dhe këtu, unë e mbaj këtë gjë. Me forta, ndajke. Shku, mushtrim, hotel, kisha rezervuj super hotel, me pamje nga deti. Thash do ta shijoj natën pak dhe me që ditën s'bona gjo. E ditë fortën më. E zuri gjumi. Zuri gjumi, ty apo atë, se kuptova? E zuri atë më. E zuri gjumi.
Nuk ka fajde. Po Kjo është mua shumë se gjumë se e tham të episodi Jo. kalum. Jo, unë thash do jetë lodh gjithë ditën të bo foto, thash. E ka thonë gjumi, nese. U ktheva dhe unë nga krau tjetër. Do t'i u qu në 2 mëngjesit. Mate akoma i natë, se si kom bo foto. Ja. Dhe më thoshte mu, si më leti mu të flej, unë e më qitme dhe kthen ti mu kurrizin. Mire ka. 3 mëngjesit. Qa i the ti? Që i thash me futa gjumit prapë që të boshe. Edhe Që se po pra bësh trurin e 3 mëngjesit? fikur. Se kemi trurin e fikur. Po jo, po të pak ta fikim nga ora 3, a kupto. 3 mëngjesit në lejohet. Nëse unë i them gjithë çunave që do ta ngjojnë këtë videon, të shmangin sa më shumë pushimet me dashurën. Ose pse jo të marrin edhe në çift tjetër mëse do qetësohet pak kur ka Ore njerëz. çuni, sa kohë ke i lidhur ti se si shumë pas ka ardhur majt hundë se dashke çift me vete kur je me pushime me dashurën. Jo që mërzitem mun, po që mos bëu naj shumë foto është ideja. Po shoqja. Po sikur ti ta mendosh ndryshe që të futesh në një nga këto Kurset e kurset fotografisë. online e fotografisë për shembull dhe të mësosh se si të bësh foto. Për vetën tate, për ty e kemi. Po sikur ju ta mendoni që t'na jepni kaj 300.000 lekë rrogne për fotot që bët, E qëndron dhe kjo. Po, për shembull. për shembull, e zëm se e dashura jote për shembull është një e ka punë atë gjë, nuk do e suportosh ti? Pa punë, thasë të the psikopatë. Nëse është e pa punë. More Beni, po shëndron një Alejandro, nuk qenge ka që qetë, sa ta ngjitëm emrin. Ore, me këtë që kom kalu në këtë fundjavë vallaj, vetëm i qetë që nuk mund t'jem mo. E po, Si u mbyll, dhe me thënë, ja u zgjuat të nesërmen, u zut në 2 të mëngjesit si një njeri normal, një çift shumë normal, si u zgjuat. një çift shumë normal që zgjihet në orën 2 të mëngjesit. I love this. Pastaj si shkoj mëngjesi i natë pas asaj nate. Jo, mëgjesi ishte perfekt. Dola, kishim mëgjesin aty të hoteli, unë ëngra mëgjes e dashura ime nuk ëngri mëgjes, sepse vendosi të rinë në dhomë. Të lutem më dëgjoni. Po të dëgjojmë, o Beni, po të dëgjojmë. O na knaqe sot. Na vjen keq, na fal që po qeshim me fatkeqësinë tënde. Po Ska gjë se. Wow, bëra për rock. Vendosi, të lutem më dëgjoni çfarë vendosja, jo të qëndroj në dhomë. Dhe pasi unë nga mëgjesin dhe shkova lartë, më tha mu, po unë ku e kam mëgjesin. E kuptot, më thënë, unë qohem, dalë si zotri poshtë, ha mëgjes, ti thu, nuk du të ha mëgjes, dhe pastaj fajin e kam unë, të s'hati mëgjes. po pse si more ti një vestë zime të paktën, t'ja jepje në krevat. Jo më leret, morda të kuzhinjerin që koma një ka lagja, unë t'ja thjela atje që t'i gatu që ti. Ajo do ishte optimalja, po s'po kërkojmë qiqran e. Nese, pa di si unë mbyll kjo? Kjo unë mbyll prap me video TikToku, makinë, nga jugu deri në Tiranë, të njëjtën muzikë prap. Ua, i shkreti ti për zotin po më vjen Dhe keq. ajo videoja që u bërë nuk u postu kur. Mor shok. Halli këtë dynja. Po jam shumë kurioze, ç'është një horoskopi jeti? Se di për të akrep në duket. Akrep. Akrep, po prandaj e mërziti që e ka zënë gjumit të dashur. Do ju jap emrin e asaj vajzës, më thënë asaj vajzës, do ju jap emrin e dashurës time, dhe shkruajni dhe pyeteni se ajo i di gjitha këto shenjat të horoskopit, nuk e di merr vesh nga këto. Ajo ç'është shenja është, po atë e di ç'është shenja është paktën. Ajo nuk e di, ajo do jetë në i tigër, vlla. Me shumë mundësi.
Po ku ka më mirë se të kesh një dashur tigër o zemra? Ti thon shokët o tigri, është i çik shok. Jo, dashur tigër. Nuk kam oksi për ty. Jo, ka lezet. Oksi vetëm për mua. Mirë pa, e kisha në sensin... Po jo dhe në tretë mëngjesit, më. E kisha në sensin se mos keq kuptohem, jo ti thon shokës të dashurës o tigër, po të ketë me prezencë më vllai, domethënë ti jetë kështu. Po vllai. Vëllezër e motra, shkoi kjo punë, pastaj Ti shumë faleminderit që ajo ndodhe ishte me ne. tigreshe vërtet e pesiflete gjuhë. Qatë, më faqë, ju bëj pyetje. Që duhet t'i bëni foto pjatave? Ndoshta që ta çojmë fjalën te ChatGPT-t të na japi recetën. Që gatuam juve në shtëpi. Po pra, fiks për këtë. Po nuk është normale, më. Nuk është se gjërat Sa mbaroni ju 150 fotot e pjatës, më shtofa e gjëra që kom porosit me hongër. Të shkreta, më bëni si bëni mos e një javë është ky muhabet o burr, një javë do hash pjatat ftohta kur shkon në shtëpitë e mami, pastaj ha pjatat ngrohtë. Ore ula, ja tregoj këtë historinë, ula në restorant me hongër, porositëm ca gjëra kështu, dhe 2 gota veri tham. Filloj duke bo foto, madje ç'aboni, mori gotën time të verës, e boni kështu si stativ, vuni telefonin aty, edhe po i bote foto vetes, me gotën e verës vetë në dorë. E shikon, kjo ndodhi sepse ti nuk i kanë pëlqyer fotot që i ke bërë ti dhe përfundoi të përdori një gotë vere. Jetërësisht ti problemin I padobishëm. Unë mendoj e di çfarë do bëjmë ne gotët e pa manualit, do të bëjmë dhuratë, një tripod, t'ia bësh dhuratë të dashurës dhe do jetë shpëtimi yt në përpushime. Unë për vete do t'i bëj një kurs fotografie, siç e thash, që ta kesh. Jo, a di kush do ishte dhurata? Me mi që do mboni ju? Ha njerë. Ma menja të dashurën, ma mani aty të emisionit ti ki bëj pushime vetëm, më qafsh. Do bëjmë ne pushime me dashurën tënde. Okej. Na sill ne dashurën tënde Danoce se do ta marrim ne me pushime ti gris. Bravo. Kërrasim herë të katërt Armena i dhome, ta shohin ç'bëhet në jug. A mon vesh ma hiq një qafe. Hajde se ke seriozisht mendojmë nëse po do të nxjerrim. Do të nxjerrim me emër dhe mbiemër dhe pastaj do ndahesh o qyq. Shumë faleminderit. Faleminderit që pranove që ta ndash këtë historinë, ishe shumë fani. Faleminderit për gjitha detajet. Na knaqe shumë. Të shfryhem. E pam që kishe shumë nevojë, të urojmë gjithë të mirat dhe një verë sa më të lehtë. Vetëm, sa më vetëm. Na dal për hajër për Zotin. Sa qesh. Sa kemi qesh. Nuk e di